Përshëndetje të dashur nxënës, fillojmë mësimin në distancë, ju që ndroni në shtëpi, ne punojmë për juve. Unë sot për klasën e 7 nga lënda matematikës, kam përgatitur mësimin nga tema algebra dhe zgjidhja e problemeve, dhe më thënë që është tema e dytë, pas numrit dhe zgjidhja e problemeve, paraqitja e numrit të panjohur me shkronja. Mësimin e keni në faqe 50 dhe 51 në librin matematikës për klasën e 7. Që janë shprehjet algebrike? Matematicentët përdorin shkronja për t'i paraqitur numrat e panjohur. Shprehjet në të cilat e panjohurat janë të shënuara me shkronja dhe në cilat masijet e njohura dhe të panjohura janë të lidhura me operacionet aritmetike, dhe me thënë me mbledhje, zbritje, shumëzim dhe pestim, quhen shprehje algebrike. Algebra shpesh quhet gjuho e matematikës. Kjo gjuhë është e vjetër, qindra vjeçare, dhe të parët e kanë zhvilluar babilonasit. Algebra është gjuhë që është e kuptueshme në çdo vend të botës. Zgjidhjet e tij shpesh herë është më e lehtë nëse përdorim shkronja për t'i paraqitur numrat e panjohur. Të shqyrtojmë këtë detyrë të dha. Në një qese ka numër të panjohur të rrozave të qelçta. Në qese shtojmë edhe 2 rroza të qelçta, sa rroza të qelçta ka tani në qese. Pra, zgjedhim shkronjë për të paraqitur numrin e panjohur, dhe më thënë, në qese nuk e dim sa rroza të qelçta kemi. Le të jetë numri i panjohur i rrozave të qelçta. Më thënë, në qesen kemi në rroza të panjohura, në rroza të qelçta. Nëse shtojmë edhe 2 rroza, atëherë nëja është ndryshore. Nëse shtojmë edhe 2 rroza të qelçta në qese, atëherë do të kemi në qese do të kemi n plus 2 rroza të qelçta. Të përmendim n plus 2 tani quhet shprehje algebrike. Do të thonë, në qese kishim n rroza të qelçta, tani shtuam edhe 2 rroza dhe fituam shprehjen algebrike n plus 2 rroza të qelçta. Ti të regojmë disa regula nga algebra. Nëse kemi x plus x, dhe me thonë kemi 2 shkronja x, atëherë shkurtimisht x plus x mund të shkruajmë si 2 herë x ose 2x. Nëse kemi y herë x, është e njëjtë me x herë y dhe shkurtimisht shënohet xy. Nëse kemi 7 herë x, y herë x, atëherë mund të shkruajmë shkurtimisht 7xy. Dhe nëse kemi x pjesëtim 2, e shkruajmë si x të ditët. Të marrim një shembull. Shembulli 1 thotë shkruaj fjalinë e dhënë me shprehje. Fillo me numrin 9, shumëzoj me 2, kurse pastaj shto 5. Pra, nga shembulli kemi, fillojmë shprehjen gradualisht e shkruajmë këtë mënyrë. Fillojmë numrin 9. E shumëzojmë me 2 që shënojmë dina dhe pastaj në fund shtojmë 5 që fitohet shprehja din plus 5. Çojmë shembullin 2 ku kemi një pjepër kushton mo denar, kurse një pjeshk kushton po denar. Me ndihmën e shprehjeve shkruaj sa denar kushton 7 pjepër, 5 pjeshka dhe 7 pjepër plus edhe 5 pjeshka. Shojmë në nasë të shumë. Çmimi i 7 pjeprëve, pra si me mo shënuam pjeprin, atër 7 herë mo ose 7 mo. Çmimi i 5 pjeshkave, pasi me po shënuam pjeshkat, atër do të kemi çmimi i 5 pjeshkave është e barabartë me 5 herë po, ose barazi me 5 po. E tash, çmimi i 7 pjeprëve dhe 5 pjeshkave, me thonë, është e barabartë me 7 mo, që është moja është çmimi i pjeprit, kurse poja çmimi i pjeshkve. Dhe më thënë 7 më plus 5 po. Të marim tani një detyrë të shkruaj fjalitë me poshtë me mendimin e shprehjeve. Më thënë, fillo me numrin po në A, kurse pastaj shumëzo me 3, në B kemi fillo me numrin A, kurse pastaj shtoj 4, në C fillo me numrin D, kurse pastaj prej tij zbrit 8. Në C fillo me numrin B, kurse pastaj shumëzoj me 5, dhe në D fillo me numrin X,
shëmzojmë 4, pastaj shto 5. Si do të ishte përgjigja e kësaj detyre, zgjidhja e kësaj detyre? Do të thonë, fillon me numrin p në A. Fillojmë me numrin p, pastaj shëmzojmë me 3. Do të kemi 3 herë p ose 3 p shkurtimisht. Në B fillon me numrin A, kurse pastaj shtoj 4. Do të thonë, numrit A i shtohet 4. A plus 4, fitohet shpreha algebrike A plus 4. Në C fillon me numrin D, kurse pastaj prej tij zbrit 8. Do të thonë, e fillojmë me numrin D dhe zbresim 8. Në Q fillon me numrin B, kurse pastaj shëmzojmë me 5, do të thonë, numrin B e shëmzojmë me 5, 5 herë B ose shkurtimisht 5B, dhe në D fillojmë me numrin X, shëmzojmë me 4, pastaj shto 3. Do të thonë, e fillojmë me numrin X, e shëmzojmë me 4, 4 herë X, plus 3, do të thonë, shtojmë 3. Shpresoj se me këto shembuj dhe me këtë detyrë ju kam ndihmuar sa do pak që ju të keni një mësimzënie sa më të lehtë. Ju dëshiroj suksese, qëndroni në shtëpi, ruani shëndetin tuaj. Për detyrë shtëpie nga libri i matematikës për klasën e 7, në faqen 52 keni detyrat 2, 3, 4, 5, 6 dhe 7. Ju falenderit për vëmendje. Dëgjohemi në mësimin e më të qeshme. Ju dëshiroj suksese në punën tuaj.